Mua më erdhën syzet që kisha porositur, mua nuk më durua, i hapa, i pash, do ja t'rregoj edhe juve. Ti heq këto. Këto syzet që kisha vënë janë pak të shtrenjta në fakt dhe unë bëra të porosisja disa syze të tjera që janë pak më të lira, sepse më vjen keq të mbaj këto syzet e shtrenjta në punë sepse kam gjithmonë hallen se do më bien, do rrëzohen, do thyen, do prishën, do gërvishten. Dhe thash të porosit tek kjo faqja Lens Smart, po jo shkruaj edhe këtu që ta gjeni më kollaj. Kam porositur 3 palë syze. Janë shumë të lira, shikojni çmimet vet. Unë kam zgjedhur 3 modele që i përshtaten stilit tim, janë 3 modele të thjeshta, por tek faqja e tyre gjen syze nga më të ndryshme, nga më moderne tek më të thjeshtat. Atëherë, të parat janë këto, po ja u tregoj dhe me foto që të shikoni dhe çmimet, por edhe se si t'i gjeni me emër. Janë këto kafet, janë katrore. Për përditshmëri, mua më duken super. Syzet normalisht janë të gjitha me numrin tim, se siç e dini, unë jam qorri bibës. Syzet e dyta janë të zeza, janë pak më rrumbullake. Janë këtu. Edhe këto më pëlqejnë shumë. Mund t'i mbaj me çfarëdo lloj veshje. Edhe këto me numrin tim. Dhe syzet e treta dhe të preferuarat e mia, që besoj se këto do i mbaj më shumë nga të gjitha, janë këto. Janë rrumbullake, si këto që kam unë, po janë pak më të vogla. Dhe nuk janë komplet gold, por e kanë këtë pjesën këtu përpara si kafe me nuanca. Okej, unë po lë këto syze, nuk po i heq më. Dhe për gjithë ata që duan porosisin syze, me këtë kodin këtu i merrni 15% më lirë. Unë për vete do porosis edhe për burrin dhe për mamin. Për mamin duhet të shikoj në fakt sepse ajo i ka pak ndërlikuara xhamat, sepse i ka dhe për larg dhe për afër dhe duhet të shikoj a bëhet, domethënë a porositen dhe kështu. Dhe kaq ishte. Më thoni a ju pëlqejnë dhe cilat ju pëlqejnë më shumë.